Në ditën e dytë të vizitës së saj zyrtare në Athinë, ministrja për Europën dhe punët e jashtme Elisa Spiropali u takua në Athinë me ministrin e mbrojtjes Nikos Dendias. Takimi u fokusua në bashkëpunimin afatgjatë mes Shqipërisë dhe Greqisë, si dy vende partnere në NATO, që kontribuojnë aktivisht stabilitetin dhe sigurinë në rajon, në Europë e më gjerë, ndërkohë që Shqipëria do të presë në vitin 2027 samitin e NATO-s. Spiropali theksoi se marrëdhëniet tona do të vijojnë të zhvillohen nga interesat e përbashkëta strategjike përmes një agjende iniciativash me fokus njerëzit tanë. Këto marrëdhënie, sipas Spiropalit, janë udhëhequr gjithmonë nga perspektiva të përbashkëta europiane e të dyja vendeve mike. Ministri Dendias theksoi se për Greqinë, Shqipëria mbetet një partner i përkushtuar në rrugën e vlerave demokratike, sigurisë dhe mbrojtjes europiane. Dendias nënvizoi bashkëpunimin e shkëlqyer nëpërmjet strukturave të sigurisë dhe mbrojtjes të dy vendeve nën koordinimin e NATO-s dhe iniciativave rajonale të mbrojtjes, në të cilën Shqipëria luan një rol domethënës. Ndërkohë, një ditë më parë, ministrja për Europën dhe punët e jashtme u takua me presidentin e Greqisë. Gjatë takimit, Spiropali theksoi se Shqipëria beson fort se në udhëheqjen e greke të presidencës së Bashkimit Evropian, Ballkani Perëndimor do të mbetet në krye të agjendës europiane. Ministrja Spiropali vlerësoi gjithashtu edhe bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar mes Shqipërisë dhe Greqisë, si dhe rolin e Greqisë si partneri kryesor ekonomik i Shqipërisë.